Përshëndetje për juve në studio dhe për gjithë ata që janë duke na ndjek. Pra, siç e thatë edhe ju, sot ka vazhduar gjykimi për vrasjen e Liridona Ademaj, ku në seancë kanë qenë të pranishëm avokati i familjes Ademaj dhe të akuzuarit Naim Urseli, Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla. Me të nisur seanca, nga seanca janë larguar Granit Plava, Kushtrim Kokalla, pasi që sot është dëgjuar vetëm dëshmia e Naim Urselit. Në seancë janë paraqitur disa prej provave, një ndërto edhe trupi të ndjerës pra Liridona Ademaj pas kryerjes së aktit. I akuzuari Naim Urseli gjatë mbrojtjes së tij, gjatë gjithë kohës insistonte që ajo natë pra ka qenë një grabitje nën kërcënimin e armës, duke cekur që grabitësi atë natë kërkonte vetëm gjërat me vlerë që ata i kishin me vete, pra si parat dhe telefonat. Naimi pra tha që i ka kërkuar bashkëshortes së tij Liridonës që t'ia jepte të gjitha gjërat që i kishte me vlerë. Mirë po, me të paraqitur edhe në monitor prova, pra trupi Liridonës, u pan që byzylykës solid të arit ajo i kishte të vendosura. Trupi gjykues e pyeti të akuzuarin Naimin se pse ato nuk ishin pjesë e grabitjes. Ajo arsytua me arsyen pra që kur grabitësi është afruar tek dera e Liridonës, pra tek dera e pasagjerit, pra jo tek e shoferit, ai tha që ai së bashku me fëmijët kanë dalë nga vetura dhe nuk e ka parë ngjarjen dhe nuk e dim pra se pse solid dhe byzylykët saj nuk kanë qenë pjesë e grabitjes. Gjithashtu nga trupi gjykues u pyet se në seancën e mëparë ai ka thënë që nuk e ka kthyer kokën për të parë nëse Liridona ka qenë brapa tij, ndërsa sot tha që e ka kthyer kokën kur e ka dëgjuar krismen. I pyetur se pse, si qëndron e vërteta se a ka kthyer kokën apo nuk e ka kthyer kokën, ajo arsytua pra duke thënë që nuk po i kujtohet shumë saktë, vetëm që kur e ka dëgjuar krismen, vetëm ka menduar që ka qenë në drejtim të tij. Këto kanë arsye që ai u arsyetua për lidhur me provën që u paraqit në monitor. Gjithashtu u pyet nga trupi gjykues lidhur edhe me revolën të cilën pra çmimin e saj e ka paguar Naimi. Ai tha që këtë ka bërë vetëm për t'i ndihmuar Granitit dhe me arsyetimin që ai ka thënë që duhet shes me një çmim dy fesh dhe pjesën tjetër të parave pastaj përsëri do ja kthej Naimit. Këtu janë disa nga të fundit që mund t'japim nga kjo seancë, e cila për momentin ka mbaruar për të rifilluar përsëri në orën 13:30. Nëse nuk keni ndonjë pyetje të lidhur. Po, Jona, desha vetëm edhe një sqarim të lutem sa i përket pjesës së armës. Pra, Naimi e ka pranuar që ka bler armën nga Plava dhe siç e thatë edhe ju, ka thënë se e ka bler për shkak se të nesërmen Plava do ta shiste dy fish. Dhe pastaj ka thënë se e ka bler vetëm për t'i ndihmuar sepse e kishte komshinja, apo kështu diçka ishte. Po, ai e pranoi që e ka bler pra armën vetëm për t'i ndihmuar financiarisht pra Granitit. Mirë po i pyetur nga trupi gjykues se nëse ka pasur ndonjë informacion lidhur me gjendjen ekonomike të Granitit, ai tha që nuk ka pasur ndonjë informacion se ka pas nevojë apo jo, vetëm për t'i ndihmuar me arsyetimin që Graniti ka thënë që duhet shes me një çmim më të lartë dhe pjesën e parave përsëri do ja kthej Naimit. Që ka qenë arsyeja që ai e dha pranë trupit gjykues. Edhe një gjë të lutem, sepse kujtojmë edhe në seancat e kaluara që Naim Urseli kishte deklaruar se e ndjera Liridona nuk kishte pasur me vete asgjë me vlerë, ndërkohë që sot prokurori rastit ka shfaqur fotografit me bylyzykët e arit të cilët i ka pasur të vendosura Liridona. Ke mujt me vrejt ndoshta dhe reagimin e Naim Urselit në ato momente kur u shfaq fotografia? Kur u shfaq fotografia, ai nuk pranoi as që ta shikonte, tha me arsyetimin që tha nuk po mundem ta shikoj për shkak të gjendjes së fotos pra që ishte. Pra ai as nuk e ka shikuar. Edhe tha që nuk ka qenë ndjeni për as nuk i ka parë as byzylykë as solid ari që ai ka pas me vete. E qartë, Jona. Të falenderojmë shumë që ishe në këtë lidhje të drejtë.